Mirëmëngjes. Mirë se erdhët në kanalin e YouTube-it të Gjenit e Gjulit. Unë jam Gjeni. Back in the UK. Është shumë ftohtë. Është 4 gradë. Por, nuk ka shi. Dje ishte ngrohtë relativisht. Nuk ishte shi i bardhë, dje ishte një stuhi. Nuk hapja dot derën. Kush na ndjek në Instagram e ka parë. Po për ngrohtë ishte total. Dykje në një qytet tjetër, me ikunatën dhe me kushëria. Do bëhet me kapë mos bëni merak, s'do dalë shumë. Si shumë. Shumë brum. Shumë brum. Hajde, ma. Nuk pësoj se të blej gjë, se s'më duhet që për momentin, po never say never. Never say. Kur mësoj, kur. Si dje që më delë rrugës. Gjithashtu duhet i plot rregull. Ka është muja. S'kam bërë qatis qandën e Shqipëri Italia akoma. Me kapeve, se gjëra tjera i kam bërë qatis, i kam rregulluar. Gjithashtu që se kërkoni një maskara të lirë të mirë, ky llogarinit ishte super. Ma këshilloj gjyra dhe shumë mirë. Gjithashtu që se doni një primer, por që s'doni të ardoni shumë, këto të elfit janë mirë, do ky këshilloja të bëj qellin, ky s'është dhe aq i mirë se ai. Ta e mora më shumë nga që është për lëkurë një ndryshme. Po ai kishte ardhe një sigur kapje. Qëllimi i tij ishte të mbante me kapin, ndërsa qëllimi i këtij është që mos bëhet me si ndryshëm. Mirëta ime vërtet vënd të mirë punën në vetë. Por u blej duhet marru. Ja, dhe luku i përfundimtar njerëz të bukur. Jeansa triko gjup. Let's go. Por gati. Të them të drejtën, të jemi sinqert me ju. Këto ditët nuk kanë qenë më të mirat për mua. Emocionalisht, një takiperin, nuk i lidh kur jetës. Muhabeti si muhabetin, nga Italia kam marrë me vete vetëm takperina dhe buskofen, sepse janë dy nga gjëra që në çdo lloj dhimbje që kam më qetësojnë, qoftë edhe temperaturë, kështu që janë dy gjëra që gjithmonë do bëj skorta, do të thënë do i kem aty në mas që mos të mbarojnë. Gjithsesi, po thoja sa të marrëqisim. Po thoja që nuk kam qenë në momentin tim më të mirë emocionalisht, nuk e di pse. Kam qenë ngarkuar, kam qenë trishtuar realisht, kam qenë pak si e humbur, pavarësisht se nuk e ja vetëm, kështu që nëse këta këtu shohin videot e mia, do thonë, "Oh, çfarë gjëne nuk duket." Realisht kam qenë shumë si derisa një moment tha Keli, edhe faktikisht sonte nuk doja as të dili, sot nuk doja as të dila, por më tha Keli, blide vetëm, se s'ka ndodhur asnjë gjë që nuk mund ta kalosh, mjaft të stërmendove situatat që mendojnë që po të prishin humorin, kështu që je fort, i kalu situata më të këqija, edhe emocione më të forta, kështu janë lidhe vetën dhe hajde, mos bëj kështu sepse ti nuk je kështu, ti je një person që ja del, ti je një person që tonë edhe nuk lejojnë që momenti të katapultoj në shumë situata që pastaj merr kohë, deliron, e humb pastaj momentin pse je mërzitur, sepse
bëhet një zinxhir emocionesh negative që ti tërheq duke qenë negative për një arsye specifike në atë moment, por e harron duke u fokusuar vetëm te negativiteti. Dhe thash, wow, e vërtet. Kam shumë arsye për të qenë falënderuese dhe për të qenë e lumtur. Pse humba në një moment? Thjesht, e lash atë emocionin, thash, u përpoqja të kërkoja shkakun, e gjeta, e studiova, thash, okej, unë ndjeve kështu. Kem arsye për të ndjerë kështu? Shumë mirë, ndjeve sepse ishin një njerëzore, edhe e lash aty, thash, nuk më duhesh më, do më thënë, do të la aty, e lash aty dhe me një pozitivitet tjetër, me një pikpamje pak më ndryshe, po përpiqem të eci para dhe. Jej! Kështu që, nëse i duaj ndonjërit si një motivim, në gjithë kemi ato ditë. Të gjithë. E rëndësishme është mos të lënë të mbulojnë, të tërheqin më shumë poshtë. Kjo është Chelsea, ky është Chelsea. Është gjithmonë të jesh e rrethuar nga dikush që e njeh potencialin tënd ose që të njeh që nuk je vetvetja dhe diçka po të stimulon në mënyrë negative. Dhe nëse nuk je në gjendje ta kapërcesh vet, është dikush që duhet të të nxjerrë. Zakonisht unë kapërcej çdo situatë vet nga negativiteti im, por ndonjëherë kur më zgjat 2-3 ditë dhe nuk po e kuptoj arsyen, kam nevojë që dikush më zgjasë dorën dhe pastaj e rregulloj vet, e kuptoj vet, por thjesht dikush më shikoj ka dritë. Kështu që. Dhe kafja. Normalisht këtu të shtëpia ime e dytë. Të dalësh kam. Ta prisëm ti. Ja. 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 Mirë kam dhëmbët? Dhëmbët? Yes, nuk i pas ka me buskuq. Është ftohtë. Është ftohtë. Po që gjupëra dhe shë në ngrohtë që should be okay. Jemi okay. Atëherë, isha në Boston, jo në Amerikë. Boston këtu në Angli, që është një qytet. Qytet është Boston apo qytet? Qytet. Si Skegnesi? Jo. Pak më i madh. Okej, një qytet këtu afër nesh, edhe ka shumë dyqane turqe aty në Boston dhe shkojmë nese ajo që duhet na duhen gjëra nepse shqiptare, dhe faktikisht aty ka marrë gjithë një traf me ushqime edhe shqiptarëshe, speca, panine, djath, kunguj e gjëra tilla, aty nuk ka supermarketet, po mendja është gjë keq edhe fiksohet. Po, s'po ju tregoj ushqimet, ju tregoj gjërat që kam bler për restorantin dhe për shtëpinë. Po me këtë pecë fort. Sa i bukur, sepse hym edhe në një dyqan antikvariato, si thuhet antikvariato? Dyqan antik ose vintage? Vintage ose dyqan antik, do më thash, shikoni sa i bukur i lutem. Te mora 4 pound. Ma, shumë përqeo, këtë zgjodi. Kushore ime të mjetën. Pastaj, bye. Mora këtë setin e gotave të verës, 6 si këto, dhe 6 si këto ishin 3 pound të këtë. Sa të bukur. Nuk e di, më super përqeo. Këto i mora për shtëpinë. Pastaj, për restorantin, atëherë, unë kam pas ca gota që kisha marrë në Shqipëri, në Itali për raki gjoja. Se shqiptar duhet kemi gota rakie, por nuk më dukeshin gota rakie. Kështu që këto do i qoj poshtë të restoranti gota shoci, limoncello kur pina ta lloj ose në ashtu. Dhe këto do i marrë në shtëpi për raki, 6 copë si këto. Bën 6 pak këto. Pastaj, për restorantin, mora set me këto filxanat. Nuk e di, shumë bukur. 3 set me 3 pound. Shumë bukur. Doja, nuk gjeta më shumë, por se 3 copë, dhe më thënë, seti isha me 3, nuk gjeta do të më shumë. Kërkoja e gruaja, por s'ka gjë, do përpiqem t'i kombinoj me gjëra tjera, se dhe në restorant mund bësh mix and match, do më thënë, të marrë gjëra të ndryshme dhe t'i kombinosh. Pastaj, po për restorantin, mora këta, për të futur sheqerin, sepse për momentin është aty, po nuk është në ndonjë kontenitor estetik, kështu që kjo më pëlqeu shumë. Edhe zgjat shumë aty, nuk e nevojë t'i marrësh çdo javë. Merë në sasi edhe. Kjo ishte 2 pound. Pastaj, për kelin, atër duhet dini diçka, burrim është shumë i dhënë, për mos të themi, i fiksuar me gjeografin. E ka fiksim. Saj që edhe emrat në gjeografik i pëlqejnë shumë. Dhe
Jo për Shën Valentini gjëra, se në nuk ose jemi çift që festojmë, unë nuk ose festoj Shën Valentini, nuk ose më pëlqen, plus jam punë këtë vit, por i bëra një dhuratë. O zot sa i rangjesh, i bleva këta. Shikoni sa i bukur. Globi. Është realisht i rënd, edhe përfiton e vend kështu tek librat. Në mbështetës kështu do të thënë. Sa bukur. Këtë e bleva 7.99. Super. Këto ishin gjërat që më pëlqyen për të ngrënë, që mora te Turku. Zoti ma. Budalliqe do të thënë. Edhe ora dhe orbit. Këto ishin gjërat, nuk gjëzisën vërdale gjërat tjera, thjesht nga dyqan, te Turku, te këto vintage, te antikot, edhe këto ishin gjëra, shpresoj t'ju kenë pëlqyer edhe ju, siç më pëlqyen mua, sepse realisht më pëlqen shumë, edhe Kelit i pëlqen shumë. Edhe nuk jam shumë emocional sepse duhet filloj të ndryshoj disa gjëra edhe tek restoranti, ca qelqurina e kështu, edhe jam në një rrugë të mbarë. Mëngjes njerëz të bukur, nga një ditë gjeni mes të hiktu në Angli. Më mori dhe në telefon për kafe dhe s'kam kohë të hamgjes, dhe kur s'kam kohë të ham mëngjes, do me thënë të ham mëngjes të mam të ullën e bla bla bla. Fus njësi kjo me këto reçele. Në morën në Itali. Da është tamam si punë marmelata, që unë kam shumë qejf, e ndjem fikun aty, më shtjerë veç. Super pëlqen. Talë herë theve, më të hajnë 2 herë në muaj, një mëngjes të ëmbël, se nuk këse jam fan se mëngjesi të ëmbël, por edhe këta e me kështu si me kimet, se jo për gjë për s'ka të 2027. Edhe kur kam nevoj për diçka shpejt, që s'kam nevoj të përgatis, voilà. Edhe diçka to i mora në Itali, sepse da e me i dashuron, janë me fik. Ta kështu e që gjendë në Shqipëri, po me fik nuk ka gjetur vetëm me mollë, në gjë se gjeni me fik, janë akoma më të mrekullueshëm, janë super sugjeron, që se do një shmi se këndë kohën, se më nërë mos po e gënjë, nuk e dhja dallon, po është shumë kohë keq. Mbarojmë dhe njëherë punët, mbarojmë njëherë punët. Kishtë sjellë Konata vaj ulliri, nga Shqipëria, do më thënë nga Shqipëria, edhe do më thënë kjo. Nuk e di, në qoftë se ju në shtëpituaja këto bidonat, kur keni qenë të vegjël, i mbushnin prindërit, gjyshërit, nuk e di, hallatezët, daja xhaxhallar, i mbushnin me raki. E mbaj mend kur vinim nga Italia. Nuk e di, duket se kam thënë që unë, Giulia dhe Ronaldo sa mbaron të shkolla, mbaronim detyra që na jepnin edhe 3 muaj në Shqipëri. Na jepnin, i mbushnin me raki. Nuk e di sa herë Ronaldo, si fëmijë që nuk e dinte këtë konceptin e rakis që futej kështu, e kapte bidonin për të pi ujë edhe kishte raki. Nuk e di do. Se vaj dallon, nuk mund të bëhet kabim me vaj, po me raki, nuk e di. Zot. Edhe këto kujtime këto gjëra të vogla kështu, do me thënë që dalin nga iqi. Sa e madhe është kjo kokreshjepës. Të janë ato që përdojnë të restoranti. Unë tani do bëj drekën, për mua dhe Kelen, se është pak drekën, do bëj fasule, me që është koha për fasule. Nuk e di ju, për shumë unë verë nuk ha do të fasule. Kam një kushuri që ha fasulen mund të haj çdo ditë për 12 muaj të vitit. Unë jam person shumë sezonal, për shumë domate në dimër nuk e ha dot, sepse për mua domatja është verore. Por në të njëjtën për shembull fasule nuk e ha dot në verë, sepse për mua është dimërore. Kështu është ditë me shi, është vërejtur, është ftohtë, çfarë meriton? Fasule, speca turshi, ullin, sallat, shkon për lezet, kushdo i fut edhe çik qep ose presh, që unë nuk kam presh.
se kam marrë blej. Kjo është, pastaj do bëjmë gati për punë, se jam punë. Ky ishte një vlog tjetër, kjo ishte një disa ditë me mua prap. Shpresoj të më bëhet rutinë të bëj së shpejti dhe t'i bëj shpesh dhe mbi gjitha shpresoj të kem gjëra interesante si unë dhe Giulia që t'ju mbushim videot, sepse ndonjëherë na duket sikur më rreziteni, ndoshta po, ndoshta jo, nuk e di, ju presim në komente sipërherë. Kështu që nuk e di, na lini komente poshtë për të ditur mendimin tuaj. Giulia nga larg dhe unë këtu, ju përshëndesim, shihemi në vlogun e radhës.